Edi Rama përdori truket e vjetra të sigurimit shtetit, përdori të njëjtit element për t'i rrëmbyer mandatin që i dhanë Fredi Beleri qytetarët e Himarës. Dhe kjo vetëm se Fredi Beleri nuk pranoi të shitej. Nuk pranoi të kandidonte për Edi Ramën. Jo, i tha, unë jam i djathtë, unë nuk tradhtoj ato parimet mia. E vërteta është se prapa qëndrimit antikushtetues, shkelmimit të kartës europiane të drejtave të njeriut, që u mbajt na i Fredi diskriminues. Pse diskriminues? Çdo njeri tjetër para Fredi Belerit që ndodhej në i burgosur është lejuar të bëjë betimin, kurse Edi Rama mori çdo mas, sepse e dinte që nga 225.000 metër katror tokë që po grabit, Fredi Beleri s'do t'i jepte as 1 metër katror. Tani kjo është fjala që mbajti doktori në Selanik. Zotit Sula, të rezulton kë Fredi Beleri në vëndë si djathtë, si antikomunist, si natyrë konservatore? Tani, unë nuk jam unë njëherë me Fredi Beleri, në flasë. E njëfë, se kandidatin e partisë tënde e kërë. Por, me sa di unë, këto pjesa pa paragjykuar as një shoqat, as një aktivitet politik, i bie që ka qenë pjesa omonja, se që ka qenë ato. Po. Më keq, ka qenë ato... Përdesa lejonë, amigo im tani, se që po themi... Jo, ka qenë me omonjen, ka qenë me grupet të rrisë, ka qenë ajo, si ka qenë me Mavin. Ka qenë me Mavin në Greqia. Ta mbaroj pak, Sula, po. Nuk di që të këtë qenë strukturat e Partisë Demokratike, për gjatë 20 vite që jam unë politik. Po. Dhe lartë e para. E dyta, tani, Zoti Beleri, për shkakt historiku... Po pse prezanton Zoti Berisha si të djathtë, si njëri me kontribute për të djathtën kombëtare shqiptare? Normalisht, duke pat parasysh tani që Zoti Beleri, ose një pjesë emigrantëve tanë që janë atje, mund t'jenë dhe personat të cilët kanë marrë pasaporta greke, ose minoritarët, duke pat parasysh që tani Po, se në fakt dhe partia që e kandidoi Mitsotakis si partia djathtës. Po, mirë, dakor. Se këtu është koherent, doktori. Pikrisht, do bëtet tani edhe lobby greke shumë i fuqishëm. Ai nuk figuronte me një parti në Greqi, mërti, ai figuronte Kemavi dhe grup terrorist. Ka gjithë për Beleri. Ato e vunë, Mitsotakis e vunë, se nodhi ajo që nodhi një marrë dhe e arrestoi Rama, më falqit për Eva, dash e arrestoi Rama dhe e vuni Mitsotakis me djathtën. Është njeriu i tretë më i votuar në Greqinë zgjedhjet europiane. Njeriu i tretë më i votuar në Greqinë. Më i votuar për arsye ka marrë votat kundër shtypjes shqiptare. I mori votat se doli. Po nga Greqia presin 68.000 vota këto zgjedhjet na vinë. Me cilë ka një grup mas pro-grek ose minoritar grek. Po çfarë janë votat për Blerat? Jo, më ja dhan për atë që bonin i marr. Po dakor, Sali Berisha kërkon vota 11 maj. Nga Greqia na vinë 68.000 vota. Me cilë ka vota pro-greke ose minoritar grek. Sali Berisha ka vinë vota, ka një historia. A folin për vota, a folin për parime, a folin për principe, a folin për moral për vota. Tashi, ne mund çesim dhe gjysmën e Shqipërisë, edhe ta bëjmë Sali Berishën ke gjysma tjetër. Kryeministër i Shqipërisë, president, kryetar parlamentit. Po ka disa. Edhe Edi Rama vetëm për vota, e gjithë se vetëm për vota deri 11 maj. Edi Rama punon për vota, po shkojnë në Athinë me flamurën shqiptar e i ndrejti paktën atë që ka pam anën vizive. Kurse ky ka shku shime qiro, si vjetë turp. Si vjetë turp dhe thot jam sovranist, jam nacionalist, jam... Kam një falë, duhet të lexoj më shkrua një zonjë, pa një po e them emrin se ma shkruan, jam thot një zotërim, jam Artan Baliaj nga Tropoja, Mike Nureddin Seqit. Zoti Seqi nuk ka asin lidhje farafisnore apo misore, martesore, me agronezën. Seqi ka qenë elektricist i mesëm, ka punuar në hidrocentralin në Fjezës, ka mbaruar Institutin e Fiskulturës me korrespondencë, ka ngjitur gjithë majet e Shqipërisë dhe ka qenë mjeshtër sporti. Një person nga Fisi Nezaj është sponsor në lobimin për katës. Mendoj ta saksoj pasi Llabani gaboi, thot. Jo, nëse rëndësi ka që të... Oje, zoti Balia, do ta... Ja e thamë. Balia. Ju dha mundësi. Ta quan dhe ty të Balia? Yes, kam punë. Balia janë tjerë.
Vjo, ta qonë dhe ty po them, besazhe. Jo më. Problemi është që a ka qenë ky Berisha që qanë të nëzyrë se dashi duhet a di se ka qenë struktuar, kur ishte president, kur u vranë atë 4 në Peshkopi, edhe e qunë të këtë terrorist, dhe ngreti gjithë shtetin kam për të kap terroristin, dhe ta shi ky dil, dhe thot që e ka bore Edi Rama se është i djatë, po kaq budallë din këto njerëz. Tanim, jo. Po jo, gjykate ka mos merren edhe pirë. Ky zotria që korrigjoi gabimin tim, ky ç'a tha? Tha në gjë që stashun? Apo thjesht korrigjoi që nuk është kushëriri Nezës, po një nga fisi Nezat po lobon. Do me thënë, si parim që kemi okej. Një person nga fisi Neza është sponsor një person nga fisi Neza, që me qënë se Neza e pas ka bërt një të njëp, si logik ngelemi aty. është apo sështë pastaj, kushuriri këtit, se t'jesh në fis, se t'jesh kushuriri, nuk e di qa diferencë ka. Gjithsesi, faleminderit shumë, i themi ati qytetari, dhe shqyqy që në ndjekim. Po pak e nësishme është aja së është. Në mëse ne japim zë publiku se ne... Sa për serim. Një sekund. Nga debati që bëm më parë, bedi diçka pa usqaruar, pra sepse të përbashkët e janë, po mua më preku këto se doktori ka shkuar 3-4 herë në Greqi, dhe o ka folur për detin, që o kam pas që thot një liqë të mirë, një marrëveshje të mirë për detin, o për Belerin, o për këtë, o për atë të vonë. O me ta që ka në skuadë do flasë, Një sekundë të flasë, unë po flasë, ti për një sekundë. Dakor. Që tale unë, hajde ti tani, këtu po e. Jo për nuk bëjtë shu. Ka një regull, ka një disiplinë. Po përso dërtove atje? Ku atje? Të kush? Ta se filloj edhe dhe sa them një gjë. Shkojnë Sarandë, nuk ishte Beleri, dhe në salë thojtë ku është Beleri, ku është Beleri. E do, mirë, kjo so mirë. Beleri ka drejt këtë shtu dhe vetë. Beleri ka bërë burgun si zotni. Unë politikan që të bërë burgun si zotni se Beleri. Qëse që e ka zotni dhe Beleri, një njeri që akuzohet që ka vra. Burgun. Ushtarakës shqiptarë. Një njeri që o nëret ka përdhos gjithë simbolit kombëtare. Dhe ne si shqiptarë ta qujmë zotni, atëherë. E ka bërë burgun në shpejtë. Welcome Beleri. Oke, bazo, dakor. Mirë, nda falë, patriot. Jo më se kam patriot, jo. Unë e bërë kur ti ishe në Amerikë Zotin, e ke bëja 50 emisione për Beleri. Po pra ne po më qudit. Po jo po të qudit, po them, është një nga politikanë shqiptarë, më ta kesh i natë Saduqe, bëri burgun si Zotin në këtë sens. Po me i natë. Që të kemi natë Beleri. Tani, e sora, që bedi pa u thënë nga fondacioni që më the që ka bërë pagesën ose është angazhuar të bëjë pagesën. Pavarësisht dyshimeve të forta se kush paguan, pse i paguan, si ikin parat me çanta, me banka, me patriot, pa patriot, e rëndësishme është të themi publiku se kush është kompania që do marrë ose ka marrë një pjesë të parave. Chrysler Civitas dhe Suzy Wills ishin 2 bashkë drejtues të fushatës Trumpit që rikthyen atë në presidencë. Pas zgjedhjeve zonja Suzy u bë shef e kabinetit në shtëpinë e Bardhë. Pra, Civitas erdhi te Berisha ose nuk e di ku ka shkuar ti dhe veç Berishës, ajo shkoi në shtëpi të Bardhë, aktualisht sot është shef e kabinetit. Vajza e saj është një prej drejtuesve të kësaj kompanie që ka firmosur kontratë Berisha. Praktikisht rrethi kaq i ngushtë i Trumpit ka shkuar shumë afër zyrës së presidentit përmes kësaj kontrate lobuese. Do të ketë apo sukses? Është tjetër gjë dhe a do i marrin gjithë aparatë është një gjë krejt tjetër, po që është një kontratë lidhur me njerëz shumë të afërt me zyrën ovale është një gjë që duhet të... Ka 2 vite që punohet për këtë gjë. Bën sens kontrata, bën sens. Edhe nga pikpamja që është ngritur nga arsye, po sa do japë rezultatet do që thotë se ona... Cili është rezultati që kërkohet në këtë rast? Ta thash për rezultati është ky që o të shkoj Berisha në Amerikë, o të ketë një video... Ndikon ke elektorati demokrat? Po tani ato mendojnë që ndikon. Pra është një lëvizje për të pastruar figurën doktori apo për elektoratin? Demokratisht i qartë. Pjesa demokratët do japin votën, se janë të djatët dhe nuk diskutohet. Tu bëhet fjalë që pjesa gridhe, pjesa socialiste të cilët janë të pakënaqur me qeverisjen e Partisë Socialiste, edhe do rritet sepse sipas sondazheve që televizioni ju edhe shumë televizione të tjerë ku punoni ju, jo se televizioni ju, më fal për si u shpjegoj gabimisht. Të gjithë zgjerrën sondazhe ka 14 deri në 15 pikë diferencë me majorancën. Atëherë synohet që
ky hendek kaq i madh. Dhe diskutohet shumë fort. Dhe ky hendek mund të dispononin për një moment. Po mi mortin tani nuk kanë të drejtë ato që të punojnë, të luftojnë, të talerojnë, shpresojnë për datë 11 dhe nuk është ky gjykimi. Po ta them edhe një tjetër, do të merremi me gjën, është i ligjshëm, është i palishëm dhe rregullat e ligjit shqiptar janë të respektuar, se janë të respektuar. Këtë do të fillojnë problemet. Pse bëjnë kontratë? Shumë mirë ku i gjet paratë. Nëse ka njerëz që ja dhuron paratë, po më të japin. Ne duhet dim kush jemi ne valla. Është i ligjshëm para 1 lek, 1 euro apo $1 që dhurohet nga X persona valla. Ai ka paguar tatimet, taksat, në rregull ai. Po pra, tani ka njerëz që do ja para për shumë mirë. Tani apo ja para, të lutem pra. A janë parat pasi që ka pyetje që atë fshirë. Jo, logjika po them se logjika për 7 ditë krijohet ky fondacion me 2 vetë, se dalin 2 tash, dhe grumbullohen parat, bëhet garancia parave, nuk të kërcet ty si njeri që je morë me drejtësina. Se drejtësia amerikane 1 dhe SPAK-u 2, po ka shkëlegje do të gjojmë patjetër, mos kime asi më gjyshë. SPAK-u s'ka gjetë shumë gjona, SPAK-u s'ka gjetë ala që janë vra njerëz, këtu të bëgjej SPAK-u. Sa ko do të duaj, Enida, Bozhenko, avokate, që SPAK-u të orientohet në lidhje me autenticitetin, me ligjshmërinë e kësaj kontrate tjetër. Po, mendoj që është relativisht është kohë e shkurtër, e vetmja kohë që mund të pengonte, dhe kjo, por nuk mendoj, në këtë rast biles do kishe shumë interesit kohë të bëshin jashtëzakonisht shumë shpejta përmes letër porosive nga Ministria e Drejtësisë, dhe jam e bindur që këtu do thuaj që lloj rekordi për të çuar kërkesat, brenda 30 ditëve të vinin të gjitha informacionet dhe gjithçka që të duhej. Punën 11 maje, po them maksimalja në kohë zyrtare, por e parapriva, thash, duke qenë se ka gjithë interesin Ministria e Drejtësisë. Kjo do realizohet një takimi do të Berisha, apo një videokollovi, kjo gjithë themi kësaj kontrate. Nuk është çështja për kontratën, është për sa i përket pjesës. Hetimi do zgjasë do kohën e vet tash, 6 muaj, 1 vit, siç e thanë njerëz gjatë 2 vjet, 3 vjet. Për të marrë informacionin e parë fillestar, ato që mund të jetë më orientuesi, që kush janë këta individët, pra një lloj informacioni sked, që merret direkt nga organet ligjzbatuese, 10 ditësh po të duan e marrin. Pjesa bankare, pra si është formuar nga këto dhe transaksioni ekonomik i lekëve, ka apo s'ka, kjo bëhet në një edhe brenda 15 ditëve para zgjedhjeve, po të duan e bëjnë. Dhe kanë gjithë interesin, le të themi organi ndërmjetës, që është Ministria e Drejtësisë në këtë rast, që ta përshpejtoj këtë lloj procedure. Po të duan e bëjnë edhe para 11 majit. Zoti Sula, pritjen shumë vota për partinë në favor Partisë Demokratike nga diaspora dhe në këtë rast dhe nga Greqia, për shumë sepse ky rikthimi doktorit Selanik, për shumë është rikthimi 3. Po dhe Rama ka qenë 4 herë në doktor në Greqi. Qa pritet nga kjo dhe pse, do më thënë, e pare, dyta, nuk ka një lloj preket patriotizmit të së djathës shqiptare kjo çështja me Belerin, me Greqin, do nuk ka një lloj sensibilitet, nuk ka pas perceptimin që si parti e djathë nacionaliste, konservatore, adhetare, a që më tepër që Beleri ka qenë një person që vetë doktori thuhet që ka pak të një nga oficerët doktori që kemë pas tu, që është politikanë sot, ka thonë që ne na jebe udhëzimit ta ndiktim si terrorist. Për do të thënë, është një person shumë i përfolur. Je pikë kjo të djathës Partisë Demokratike? Apo i heqë? Po them definicionin e fundit, jo, për mua. Megjithatë, unë kam... Se këtë djerë në elektoratik, jo. Nuk ka absolutisht. Për kundrazi, për mua bën dëm. Për mua, si e shikojmë, si... Pa do të thënë, elektoratit thotë që, Beleri Shyni, është një... Tani mund të japi ke një pjesë militanteve të caktuar, por puna të zjerohet gjëja, sepse po tjetë për ngushtë të shi, ato i ka. Si pas informacionet mija, sepse... Si e përjeton elektorati i djathë? Ja pra, këtë deshe më shpjegu një. Po, të luta. Duke pat parasysh se si janë bërë takimet me imigrantët në Itali dhe Greqisë, tu ka qenë baza më e madhe, unë pak kam informacionet sakt për qarkun e Elbasanit, nga 25.000 të regjistruar nga imigrantët, si pas informacionet mje, 17.000 ka regjistruar me dorën e vetë Partia Socialiste. Klasë për qarkun e Elbasanit. Unë, si deputet i qarkun e Elbasanit, ka qenë një ndër personi që kanë punuar fort në Italinë nga veriut, nga Firenze, biqendrore, nga Firenze e sipër, dhe kam regjistruar qindra e emigrantë.
por që do të thotë, nëse janë të saktë që unë mendoj që është saktë kjo shifër, 7 nga 25.000 i bie 8.000 të regjistruar tjerë i bie që të jenë gjithë forcat tjera politike, duhet filluar nga Partia Demokratike dhe forcat tjera, që do të thotë të bie raporti 1-3 në favor të Partisë Socialiste, që do të thotë që është goxha deri 70% sipas tyne të fundit. Ka një shifër, domethënë popullsia në Greqi shqiptare përfshirë në brez të dytë vlerësohet rreth 350.000 deri në 400.000 shqiptar. Nga këta rreth 150.000 deri 180.000 kanë dokumenta shqiptare dhe ID. Por ato që do të votojnë në zgjedhjet parlamentare nga Greqia do të jenë, po flasim për Greqinë, do të jenë ata që do të regjistrohen në ambasadë në sistemin online edhe që do të regjistrohen në Greqia. Tani, po sigurisht, sepse është... Sa është numri nga Greqia? 68.000 është, 68.000. 68.000, se janë pak? Janë pak? Po numri 2 mas Italis. Po, është 2 mas Italis. Italia ka më shumë... Më shumë nga Italia të regjistruar, ose të interesuar për të regjistruar dhe për të votuar. Edhe vota që kanë nga 14.000 nga Italia, 6.000 nga Greqia. Po mendon se do ndikoj vota diaspore se ajo do shpërndahet. Ti për shembull kap Kosovë, Kosova ka një zonë që është gjithë Kosova dhe një deputet që i me diasporë. Nuk ka, mos u merr ashtu. Do të shpjegoj një gjë. Po marrim Thiago Elbasanit, po them 25.000. Nga këto 2.200 i ka Belçi, 2.500 i ka Peqini, që do të thotë që kush merr 2.000 vota është një bonus shumë i madh të emigrantë, apo mund ndahen 1.500, ka vlerë. Mos ndahet ajo vota. Po do ndahet vota, por prap ka vlerë. A kupton? Ai individ kandidat për deputet, edhe brenda forcës tij politike, nëse ka një numër të konsiderueshëm të votave nga diaspora personale, prap ndikon sepse i jep bonusin për të dalë ke lista e hapur për të fituar mandatin e deputetit. Pra ka vlerë. Mos e shikoni kështu. Janë 250.000 votë, 225.000 që një mandat rreth 10.000 vota, pavarësisht që është gjithë Shqipërinë. Po gjithë Shqipërinë më dash. Po dakon gjithë Shqipërinë pra. Në temë reale thotë 25 deputet. Por është shpërndar që Malia ka drejtë që ajo ndahet edhe skuptohet peshë reale. Jemi në fund, po doja nga ty një, meqenëse tani është trendi sondazhe, bëhen sondazhe gjithandej. Ke një perceptim se është rezultati i këtyre zgjedhjeve? Unë nuk mund të marr përsipër dhe të flas për gjithë Shqipërinë, flas për Thiago Elbasanit që e njoh me pllumb. Po. Dhe në të paktën unë në 2017 nuk kam kandiduar dhe kam patur një debat, po diskutime në të forta në atë kohë dhe i kam thënë një dhe 2 analistë. Ka qenë Artan Hoxha dhe Kasrot Islami dhe kur i kam thënë që Elbasan 3 mandate merr Partia Demokratike në 2017. Bile shpreha ka qenë atyre që ke Inat Lulbashi. Ora nuk kam Inat, është pa e njoh dhe kështu nuk më pyet për Kuksin, për Tropojin dash, apo për Shkodrën, më pyet për Elbasanin. Dhe unë po them që sot që ne flasim, Partia Demokratike po i hahet mandati 5 nga Partia Socialiste apo nga partitë e tjera. Që do të thotë sa mandate ka Elbasani njërë? 14 mandate. 14 mandate. Si ndante ato? Ja pra, në 2021 kemi dalë 8-6 për Partinë Socialiste. I 6 ka mbaru punë. Jo sepse ka mikur unë, ka ik Lefter Gështenja, po Zheni Gjegji, po për shkak edhe të rrethanave të cilët pa përfaqësimin nga 7 bashki që ka Thiago Elbasanit, 6 bashkia të pa përfaqësuar në listën e mbyllur vetëm nga Elbasani. Dhe komuniteti i krishterë, ortodoks, katolik, apo ato që thonë në termin popullor çopet janë të Elbasanit, të cilët kanë vlera shumë edhe, janë të përfaqësuar që profesorët zonja Zheni Gjegji në zgjedhjet e vitit 2021. Doktoresh Zheni Gjegji. Pra është i përfaqësuar dhe duke pasur parasysh që edhe partinë e Lirisë, LSI-ja, ish LSI-ja, kemi parasysh që ka një rënje të madhe në numrin të votave atyre. Tani kemi edhe to aeropolitikët e Bashës, të cilët nuk do fitojnë mandat, por unë mendoj që do marrin dëmin e madh që do kompensojnë votat e mandatet janë. Unë them 9-5 për Partinë Socialiste. Unë isha në Elbasan, ma thanë. Sa njëse 14? Të tjerë nuk marrin asnjë? Nuk marrin. Unë isha në Elbasan, një mandat, ose 5 i do rrinë me patallonën në përkëmbë. Një mandat minus, ma thanë në Elbasan, për më thonë 2 e kanë për i dashit ato. Po i mëse si jam unë zoti, sigurisht kam një numër votash, jam bë shumë faktorë. Faleminderit Androna Labani, faleminderit Sona Konome, faleminderit Zotë për praninë tuaj. Ishe për herë të parë, po besoj që nuk do jetë era fundi. Kënaqësi. Se bie shpangur shumë herë nga ftesat që kemi. Kjo është 360 për sot.
Mirë pafshin në emision e arshëm. Natële.